Mashtatoris në pasho. Faleminderit. Atmosferë shumë e bukur. Zotri Sjarina, një regjisor i ri, sa mund t'jetë kreativ dhe sa mund t'jetë produktiv në një vend të vogël, si që është Kosova? Po, për vetis me thonë që jam shumë i ri, se... Po 13 vjet më i ri se Naimi prapë, shumë. 13 vjet. Po edhe unë jam 13 vjet më i vjetër. Po dhe kështu që ne zbelojmë këto si... Në fakt, me qenë regjisor në Kosovë, çdo profesion në Kosovë është shumë i vështirë për me ushtru, mas pari. Sa do që plot njerëz përfundojnë studime me shumë përkushtime dhe me shumë shpenzime financiare, kanë shumë probleme nxjerr investimet e veta që i bojnë. Më që thatë, une nuk i shoh, thashë nuk i shoh kufit, nuk du mi pa kufit. Kosova është shumë e vogël për mi pa kufit. Një orë me makine dhe jenë në një shtet tjetër. Shu që nuk du më kufizu më rëna hapsinës geografike. Krejt kohën tendenca, po edhe për mu edhe për studentë që ju ligjeroj, krejt kohën ju flasë që mos ka bëni mu kufizu edhe me pas pretendime me qenë maj mirë në Kosovë. Se këto e arrin shpejt, edhe mas ne s'ki ku shkon tutje, nuk ka në esen tjetër. Shumë shpejt, 2-3 shpërblime edhe bash i mirë, janë nisin me shru gazetat për ty, thrasin emisione edhe përfundon një farë mirë karriera jote. Ambicia du të me kanë shumë me dalë jashtë Kosovës, kështu që asë njëherë nuk du të me pas pretendime me metë më në aty në kufeve edhe me synu veç me gjeneru fondet të brendshme, dijet sa janë fondet. Këto janë fondet shumë të vogla dhe dijet se dhe agendja sociale, ekonomike e kosovarve, po që gjithsesi që ka shumë mundësi jashtë për edhe me kriju karrierë, edhe me kriju lidhje, edhe me gjeneru fonde dhe me bo firma. Prandaj nuk e kisha pasi diçka që është në atë në të Zotri Sjarina, juve përveç punës tuaj akademike, këtyre ditëve për herë jeni marrë me aktivitete punë të ndryshme, i përmendëm drama e filma, kështu janë shumë pa fund për t'i numëruar me radhë, po kohëve të fundit së bashku me ekipin tuaj jeni autor dhe kreator të një misioni dhe një emisioni me plot mision. Për çfarë bëhet fjala? Po, është për emisioni pa kufizimin, do të thonë dokumentar cilët na jemi tu i realizuar, edhe cilët janë promovojnë vlerat e njerëzve me aftësi të kufizume. Mendoj që shoqënia këtu po dinmi të kalu disa shtresa të cilat nuk po kanë mundësi fizike me lëviz, fizike mu eksponu, edhe si tillë kanë met shumë të izolum. Kanë met faktikisht duhet, unë mendoj që të na duhet mu definu kjo lëvizja e lirë. Pikrisht janë ata njerëz që nuk mujnë me bëj lëvizjen e lirë, ka të tillë që lëvizin karrocë, ka të tillë që nuk shohin, ka të tillë që nuk dëgjojnë, edhe veç paramenoni vetën një herë në jetën e juaj mos me dëgju këngën Maturant për shembull që po këtu. Me qenë këtu dhe dikush më dëshifru me gishta. Çfarë ndjenjë është ajo? Këtë mision cilën e ka marrë thumbs up me disa prej njerëzve që janë aty, Blerdi, Besar, Bresha, Urani, gjithë ta njerëz, Rinori, në bashkëpunim me Hentikos dhe me televizionin publik, radio televizionin e Kosovës, ne në një farë mënyre po e bajmë hapin e parë, dhe njëkohësisht është ky emision këtu Odeoni i dyti, i cili po na jep mundësitë që na me bartë këtë mesazh të njerëz që megjithatë në 10-15% të shtëpive të kosovarëve na e kem dikon i cili nuk e ka mundësinë me nda hapësinën në momentin që ai don. Prandaj mendoj që duhet me lëviz gjanat pozitivisht, edhe hapa duhet mi marrë na. Masi ka institucione cilat thjesht nuk po arrin më marrë, s'po kanë kohë më marrë me këtë punë, mendoj që ndryshimi fillon prej neve. Nuk e kem nisë këto që hajde dojmë me ndryshu mentalitetin në Kosovë, s'pare kem ndryshu vetën, edhe mendoj që kështu gradualisht do të shkojmë se cili të ndryshu vetën edhe një ditë nështë ndryshojmë gjithë. Këta njerëz ka nevojë për përkraje, na prodhojmë dokumentar çdo një javë kanë jo, dhe kem gjetë disa sponsorë, cilët na kanë ndihmuar pak, Sorosi, Ambasada Amerikane, Komuna e Prishtinës, këta pak diçtashin paraqit, po ka edhe tjerë të interesuar. Mendoj që është një mision cilin na artistat ja kem qit vetes përpara. E dyta është megjithatë na nuk mundna më burr që kena një ambient perfekt të ku jetojmë. Ne kemi nisur një kampanë tjetër që quhet Go Green Kosovo, dhe thjesht një hap i vogël drejt mbrojtjes së ambientit. Duhet secili prej nesh të vetëdijsohemi se ambienti është gjithçka, vendi ku jetojmë, gjithçka. Ky oksigjen që tash
jemi të e marrë këtu, është gjeneru dika dhe kem nevoj për ma shumë oksigjen, kem nevoj për ma shumë vendet të gjelbra. Prandaj Go Green Kosovo është kampanja e parë cila ka fillu prej neve dhe na do ta lansojmë, do ta shqojmë tutje. Unë shpresoj që përmes radio televizionit 21 institucionet dhe njerëz që janë faktorë kanë me dëgju edhe kanë me anis me na përgjigj në kërkesën financiare që kanë bërë për me na mbështet. Kjo është e para, përderisa Komuna e Prishtinës e ka bërë hapin e parë, na ka ndihmu. Ne do të vazhdojmë për 10 vite radhazi me Go Green Kosovo derisa të arrijmë një standard evropian si nacional. Ku jema i kone muzikës? Ku jema janë me se më ka marrë mallë me të papa, nalë me e të përshafi. Shajki punë, Hajde mirë se erdhe, mirë, si jeti? Shajki punë. Mirë, Që përhecë misioni, mërë. Po mirë më duket. Për herë, urime, Faleminderit. si banjatore për më duket këtu ja, bravo. Pa, faleminderit. E maj naima, shema që shërë farë kohë, ka arë kohë, ka të narve, maj naim. Au. Ka, për shama kina met në Gjakovar, kina met më zdore, maj naim. A di më farë das më ki po për parë në Gjakov, më shke Zën Tishin, Zën Eldolin, Albert Zhobin. Figurat më të bloja më të muzikës, a pisha më naim. Zëzni, ajo ardhe na i ma bazi atë zyra për ankesa, më falë. A një dhe me zbërtit, shko bo? Që Shko ke qeveri kështu, veç për bërtit një. Po, unë që ta shekon kohën e pauzës, zotni, nuk kam vak me të Po në mollë që ki kohën e më në pauzës ti. Se nëse pas pi kohën e më në pauzës, a? Jo, me në pauzës, po pauzës, zotni. A në shka se ki kohën, pse për bërtet? A jenë dyet ankesave, pse për bërtet këtu? Po. Shko më ke qeveri veç që o bërtit këto qytetarëve rëni. Shko kjo punë, shko vëlla me zero certifikat linjës doj me t'i zerë sytën shalterat ato punu aty. Shko mu këqyr të doktorën, vend se me të kontrolu doktorët të me të mytë të bërtit. Shkon vesh në bankë, vëlla të presin mirë dhe të apin kreditin, kur të apin kreditin, të apin dhe i ka njop, mi mytë vetën me ta. A mërë këto. Juve, shqiptarve, jo mi ju bërtit, po një ditë e vish kur të vina në për shpia aty rehëm, se që të na keni pru. A pishe ka të nërtë, e ka nënë Gjakovën për mas, ma na morën në shafë mërë. A bën vla në e kush me më karzu, pse vla kanë marrë kitë pushtet ka të nërtë. A bën vla në e kush me më karzu në kitë shtet, ku në Gjakova sot pik pyqje, sa kryt? Gjakova, Deçani, Prizreni, Gjakova, që të në mes pi vjen. A pishe? Hajde, ziglitëm në e kush të keshë me shtosat ka të nërëve, hajde ziglitëm! Shko më këmë e pekështu, jo më zemër e me, pushteti sot, gatonarët, ja kanë ru venin Gjakovës. Ku e kanë gjuta Jo, Gjakovën? Gjakova, su shku kanë për pora, ta Gjakovën e kanë qunë Hamamtyres. Hadha hile me të vetë diçka, ku bre që kjo Hamami Hyrës, ku i bjanë se fort kum një për ta? Hamamtyres a? Po. Në Kosovë më afer Gjakovës është apinin. A, me kënë kufizohet në falë? Hamamtyres a? Po. Me katonarët, me ju, me fashën e zezë, me krimin, me korupcionin, me leshën e maris, me këtë zezat. Amër. A dha hile me të vetë diçka, apo ka bre rrymë që atje të Hamami Hyrës? Jo ma ka ble hyra agregata s'kinia? Pas një pështu. A pishe? Mirë, A shumë. pishe ma që shbojnë hajgare me Gjakovarë. A di ma ku shefkon Gjakovarë për para? A di ma se i ka pas 25.000 punësume në Gjakovë janë konë. Për Gjelani. Ika nina. A i kam shumë, a i më ka folë une. Aq, e pëse për vërtet aq, nuk jenë ara këto. Po valloj, çfarë lop pisho të punu këtë po mdo këtë vetë janë 7 lëve. E çka po dojnë, Po, jënë tranu, ama në nikësi, se kom lu krejt. Një nekësi? Po. A pe dojnë kuk djathë të majtën? Cilë ndush, ama 2 mijat janë. A baj me të dhonë unë se jam mjek me profesion unë. A pidon asë në bajtën, asë në gjathën. Aty ku s'dhe më shumë, a pidon. Po që më kjo edhe që të tjepe. Urnagja, a kisha mujt me të kry puna i zana, me të një muna i Jërë zana? këf, nevoja me të kry punë të kryone. Po të thamë shko thërma drejtuar i shpejt, se nas flosëm me thamna. O, aq, këtu krejt ki pun me mu, s'ka me drejtorin, krejt për këtë zyre përgjigjem unë. A po merë vesh ajo me gros, marë vesh, flas. Ane, drejtorit. po shkoj për këqyri pra ku është drejtori. Po jaran, Qa? shka ka bënë aty? Që po pres nën? A i kam shamu sa më të Po pëjtënën? shko ma njën mërë be 5 vjam këtu. Has ma del për mas, kom has pësë më Shto shërdo? më me dojtë për para dalë që të gje. Po, Po pro. anë i të rri. Ha?
Ej! Filma. Hajde dil, se ju vësë si jetë bes. Kujna si zënjet bes. U ke kime në rëpa zanotin, Sara. Bëllë zëtit me që minë jo. Kur nuk qëtë mi push për para, për po fitimin për mas. Ja ma ja, e ka marrë pushtetin katonarë tash të sina morë. Nime, shka dole ti këtu? Ua dola se kum konkurru për drejtar, po më thanë, shka kryje fakultetin e kryta ma kishë zonanin dikush. Qysh ma e kreve fakultetin? Kur ma për jatë diskryt ma fakultetit, a jenë veti ti? Are jo pritet e kum kry? Qysh ma për i dirë kryet fakultetit, o ne i ma bazi. A koma ne pensadin me më qësu ma se më trajnoj katonari, ma. Qysh ma kryet për i ditë far fakultetit ma ki kryti? Ja kum kry me judge management. Ka është ma e fakultet, ma, qysh ke dhe herë, ma? Management dhe financa. Ku për mu më trajnoj, ma hik me se s'besoj, ma pa Ajo, pa mani me s'besoj, shamam. Pa diplomen. Nuk të besoj kura për këtë dhe. Po kam argument e onë, jam diplomën kullete kam. Ku ma i diplomen? Ku, shia paret këtë Vere më hej! Ku? Vere më porët atjera. Jo, shima 1.000 euro. Vere më porët. Has ma ka për Hej! këtë. Vere porët me sot sasat. Mere për të hapi. O gjakalor. Mere mërë. Vere më të tham. Mere di. Has me ka të nore sa i gojë e bona, ka për mere. Nëse për kulletën pis. A thash që zjetë bes. I ka tje. Bes ka ma vjetë, a ojnë i keq. I ka tje. A një vete marrën. A të hapi unë. Hiq, shko që atje në vete marrë. I ka nej. I këtë thëmë. Mere mërë. I që atje vete thëmë. Mere mërë, të hapi unë. I këtë thëmë. Mere mërë që të hapi unë. I që atje se vete marrë. Po mere di. Vete marrë. Hiq Që të hapi unë. vete marrë. A dhe mërë, te marrë mërë. Zotni, Lik më thamë së prej! Lik më thamë! Ojan. Lik më thamë! Ka më kine lykë së të rrë. Ojan. Ha? zotni, a don me ditë cila është përgjigja Ka juaj? për e kërzo, shko më puna. A ma mrepash zotin se në katin e parë për të një zoni, ty vestetu fol. Po, pro. Me agjën e Hi që kam. kajtë të së s'pabajke. Zotni, Ha. kërkesa juaj nuk është aprovuar për arsye se nuk i keni plotësuar të gjitha kushtet. Po? Po. Shka tha drejtori? Drejtori ka thënë çdo që i thashone. Shka tha? Duhesh mi kry edhe 2 vjet shtesë fakultetit, master. Shka pa thëtë për najem? Shiqo, Ha? shiqonim. Po? Do të regjistroni studimet postdiplomike. Po? Aty pastaj do të bëni punime shkencore, 10 punime shkencore. Dhe ta fa, ta e kënë është i krejt! Sa të fëtë marrë vetë najmë? A s'ka për Mahmut, a mund të përburë me folë shqip? Më më ka të zu, shka e të thonë? Masterin. Po? Që të tregon ajo. Shka? Qëre, te ke kry tash fakultetin, Po. 3 vjet. Po. Dvyn edhe 2 vjet shtesë, Po. quhet master ajo. Po. Po, Me masterin ta? me kry. Me kry? Po. A punë në mas dite që to? Jo, pse? Të shka e kry masterin edhe vita bi. Kërë më e ka të nore. Kama që më i fërë më nejë më bazë. Që më këna ka në një intelektualve më në, që më ka të nore. Shko po më me kërkes të emen. Ku për mua, lo jeti këtu, a? Po shko ka bohet më, shko ka bohet. Qëre, të kalzojnë e ty diçka. Ha, shko po. Ty, edhe Gjakovën bashkë me ty, Po. sholla ju një mënë zoti. Që ka zdi me të thonë. Inshallah Kosovës një më në zotë, se pa marë po shtetin Gjakovar, të skaja ati jarali, me hetë më lërgë. Zone e zotri, në sken do ta kemi frontmenin e grupit të famshëm e të madh rock, Ilirët Shemin.